Qartë, doktoresa, por nga ana tjetër ajo që neve vëmë re është edhe një kujdes i shtuar që duhet të ketë një grua gjatë muajve të shtatzanisë, apo jo? Sa e nevojshme është që një grua të ndjek të gjitha ciklet që duhen me një profesionist? Kjo është absolutisht rëndësishme, sepse thash, nuk duhet të nisemi nga raste të veçuara, të izoluara. Sepse në praktikën tonë ne ndeshemi me gra që mund të kenë ardhur për të lindur direkt në momentin e fundit dhe nuk kanë bërë asnjë ekzaminim gjatë gjithë jetës së tyre dhe sigurisht gjatë gjithë shtatzanisë. Raste të tilla në gjithë Shqipërinë ka plot. Edhe në zona që janë më të thella, në zona që kanë vështirësi për të patur akses me shërbimin shëndetësor. Duke futur këtu të gjithë elementët që unë nuk dua t'i përmend të gjithë me radhë, sepse jemi koshient të gjithë bashkë, sepse një pjesë e madhe nuk kanë mundësi mbaste edhe të kenë akses shëndetësor. Dhe sigurisht, këshillat tona ne i japim për gratë shqiptare njësoj siç çdo grua në vendet e zhvilluara. Kur një paciente vjen tek unë, do ishte kënaqësi shumë e madhe që pacientja të vinte përpara se të ngelej shtatzan dhe unë të realizoja me shumë kënaqësi dhe me dëshirë të madhe dhe përkushtim një konsult prekoncepsionale ku t'i shpjegoja çiftit të gjithë ekzaminimet duhet të bëhen përpara se të ngelej shtatzan. Dhe kjo do ishte mënyra ideale të bëjmë një kontroll të rregullt dhe nëse gruaja apo çifti kanë problematika shëndetësore të tyre, ne t'i trajtojmë qoftë infeksionet apo problematikat e tjera përpara se kjo grua të ngelë shtatzan.